Në një seancë mbajtur në orët e vona të së njëjtës, Kuvendi i Shqipërisë miratoi 2 projekt ligje me votat e shumicës parlamentare, pasi opozita braktisi sallën në shenjë proteste. Largimi i saj erdhi pas përjashtimit të deputetit Luan Baxhi, çka u konsiderua nga opozita si një vendim i anshëm dhe i padrejtë. Në këto kushte, Partia Socialiste kaloi pa pengesa 2 nisma ligjore që kanë ngjallur debat të gjuhur publik dhe politik. Projekt ligji i parë parashikon krijimin e Agjencisë Arsimit, një strukturë e re që synon riorganizimin dhe mbikëqyrjen e politikave arsimore në vend. Opozita e ka kundërshtuar këtë nismë duke e cilësuar si një instrument që mund të përdoret për ndikim politik mbi mësuesit dhe administratën arsimore. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka theksuar se projekti është hartuar në përputhje me standardet europiane dhe ka marrë vlerësim pozitiv edhe nga Komisioni Evropian. Projektligji i dytë lidhet me ndryshimin në ligjin për Gardën e Republikës, i cili u miratua me 77 vota pro. Me këto 2 ndryshime, mazhoranca synon të rikthejë një model më të centralizuar emërimi për drejtuesit e Gardës, duke hequr procedurën e konkurimit dhe duke parashikuar që emërimi të bëhet drejt për drejt nga kryeministri me propozim të ministrit të brendshëm. Sipas përfaqësuesve të opozitës, kjo qasje cënon transparencën dhe parimin e meritokracisë në institucionet e sigurisë, duke rritur ndikimin politik në strukturat shtetërore. Nga ana tjetër, mazhoranca i konsideron ndryshimet si nevojshme për të rritur efikasitetin dhe për të forcuar komandimin institucional në një strukturë të rëndësishme si Garda e Republikës. Seanca u mbyll mes tensioneve politike dhe mungesës së dialogut mes palëve, duke thedhuar edhe më tej përplasjet në skenën parlamentare.